Hëngri djathtë çdo mëngjes për 30 ditë të rresht, do mahniteni me atë që i ndodhi. Kush nuk e do djathin, shqiptarët e konsumojnë shumë. Një fet djath e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët për shkak të vlerave shëndetësore që ai bartë. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të konsumuar djath dhe si të merrni vlerat kryesore prej konsumit të tij? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt, djathi do të jap potencialin e tij më të madh të vlerave të larta ushqyese. Sipas të dhënave të mbledhura sipas Healthline, konsumi i djathit në dietën tuaj në mëngjes ka potencialin për të dhënë më shumë përfitime për shëndetin dhe për të lehtësuar komplikacionet e tij. Mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi jonë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listojmë arsyet pse djathi duhet të konsumohet në mëngjes dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i tij në mënyrë të përditshme. Konsumi i djathit në mëngjes do të ofrojë gjithashtu një tretje më të lehtë. Sipas të dhënave të Healthline, djathi i bardhë i produkteve të bulmetit tretet më lehtë në vaktin e parë të ditës. Falë strukturave të tij të enzimave, enzimat e stomakut arrijnë të shpërbëjnë shumë më shpejt në të njëjtën kohë të lehtësojnë edhe përthithjen e të gjithë elementëve ushqyes, duke cilësuar kështu djathin si një prej produkteve më të rëndësishme në menaxhimin e lehtësimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Falë strukturës së tij, djathi i konsumuar në mëngjes do të ofrojë të gjitha përfitimet ushqyese për organizmin dhe do të lehtësojë komplikacionet e tij. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë edhe për konsumin e duhur. Prandaj, një vlerë e çmuar e djathit është se vetitë e tij anti-inflamatore ndihmojnë që të mbajnë në kontroll problemet dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Djathi i konsumuar për mëngjes mund të jetë një nga mënyrat më të mira për të lehtësuar komplikacionet dhe do të ofrojë një tretje më të mirë. Ka përqindjen më të mirë të yndyrës kur konsumohet në mëngjes. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram. Duke quar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ai do të ndihmojë dukshëm në ruajtjen e ekuilibrave të shëndetshëm dhe përthithjen e yndyrnave gjatë gjithë ditës. Djathi është një nga burimet kryesore të proteinës cilësore shumë të vlefshme për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe nivele të larta të proteinave. Të gjithë ekspertët e shëndetit këshillojnë këdo që mëngjesin ta pasurojnë me djathin e bardhë të përgatitur vetë, në mënyrë që të marrin përfitimet kryesore të dobishme në vlerat e shëndetit. Nga ana tjetër, ato do t'i japin organizmit tuaj edhe elementet më të rëndësishëm ushqyes në balancimin e komplikacioneve dhe lehtësimin e problemeve të tij. Shtimi i djathit të bardhë në dietat tuaja ditore mund të japë rezultate fantastike në menaxhimin e vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nga ana tjetër, ato japin energji organizmit gjatë gjithë ditës, i cili është jetësor për muskujt tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi i bardhë është plot me vitamina dhe antioksidant, të cilat janë të rëndësishme për organizmin tuaj edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A, gjithashtu fosfori. Vitamina B6 ka funksione thelbësore në metabolizimin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë, vitamina A, falë antioksidantëve që ajo përmban, lufton të gjitha radikalet e lira, duke siguruar trupit tuaj kështu shumë përfitime të rëndësishme ushqyese në menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve.
Sigurohuni që djathin ta keni pjesë të rutinave tuaja ditore, kryesisht në vaktin e parë të ditës për të marrë përfitime të tij unike dhe për të evituar kështu komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Shtimi i djathit në menunët tuaj ditore do të ofrojë gjithashtu edhe element të probiotikëve fantastik të vlefshëm për menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi i bardhë është produkt fantastik për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve të cilat do të ndihmojnë edhe në përmirësimet më të mira të funksioneve tuaja të stomakut. Djathi i bardhë i shtuar në vaktet tuaja ditore mund të luajë një rol fantastik gjithashtu edhe për menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të kockave tuaja. Djathi i bardhë përmban element të rëndësishëm të mineraleve, të cilat ofrojnë kalcium edhe kalium, shumë të rëndësishme këto edhe për mbrojtjen e shëndetit të kockave. Kështu, shtimi i djathit në menunën tuaj ditore do të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit të nyjeve dhe parandalimin e komplikacioneve që i kanosen atyre. Edhe pse me pak yndyrë dhe tretet më lehtë se djathi i lopës, madje djathi i dhisë është një nga mënyrat më të mira për të mos e irrituar kështu edhe sistemin tuaj tretës. Djathi i dhisë, sipas të dhënave të Healthline, është më i pasur me vlera të larta ushqyese të cilat e forcojnë mirë metabolizmin tuaj dhe parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i djathit në dietat tuaja ditore do t'japë rezultate fantastike në menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin të komplikacioneve. Djathi i dhisë është një nga produktet më të rëndësishme ushqyese edhe për sistemin tuaj tretës. Vetitë e djathit të dhisë janë vlerësuar nga dietologët për faktin se ato përmbajnë gjithashtu pak yndyrë dhe janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Gjithashtu, djathi i dhisë tolerohet më lehtë dhe më kollaj në organizëm, duke siguruar atij të gjitha elementët ushqyes edhe në menaxhimin e komplikacioneve dhe rritjen e vlerave të trupit. Djathi i dhisë i ka dhënë më shumë vlera ushqyese dhe ngopse trupit të njeriut. Në krahasim me qumshtin e pasterizuar, qumshti i dhisë përmban 2 fishin e sasive të hekurit në vlera ushqyese, ndërsa në krahasim me kalciumin dhe mineralet, qumshti i dhisë sigurisht që i kalon parametrat. Nëse keni probleme me tretjen, qumshti i dhisë është një nga alternativat më të mira edhe më të lehta për sistemin tuaj tretës që mund të lehtësojë këto komplikacione. Proteina dhe yndyrnat që gjenden te qumshti i dhisë kanë një strukturë molekulare më të thjeshtë edhe shpërbëhen nga stomaku. Si përfundim, 100 gram djathë dhije ka vetëm 250 kalori që e bën ato një nga produktet bazë të zgjedhjeve perfekte nëse doni të ruani vlerat tuaja trupore gjatë konsumit të tij. Djathi i dhisë është një minjerë e vërtetë e bakterieve miqësore për shëndetin e zorrëve. Djathi i dhisë, kur është i freskët, prodhohet nga mpiksja e qumshtit natyral pa shtesa të ndryshme. Gjatë këtij procesi, laktoza kthehet në acid laktik përmes fermentimit, duke i dhënë kështu produktit një strukturë që shpërbëhet më lehtë në organizëm, duke e shndruar djathin në një aleat të vërtetë të organizmit në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi i dhisë i shtuar në dietat tuaja mund të ofrojë burime të rëndësishme të vlerave ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Ekspertët e cilësojnë djathin e dhisë si një nga alternativat më të çmuara dhe më ndihmëse për sistemin tuaj tretës. Konsumi i tij në mënyrë të moderuar do të kthehet në një element të rëndësishëm për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por sa gram djath këshillohet të konsumoni në ditë? Ekspertët, sipas Healthline, këshillojnë jo më shumë se 40 gram djath të bardhë çdo ditë. Kështu vlerat që do të keni për shëndetin tuaj do të jenë të menjëhershme, të larmishme dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet që ju kanosen edhe nga jeta sedentare. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.